kur ka hyrë në kuvend, pavarësisht se kësaj here, besnik, nëse mund ta kemi pamjen e deputetit Albin Kurti duke hyrë në kuvend, thjesht i vetmi ndryshim që shohim është se Kurti ka hyrë në kuvend nga një hyrje tjetër, nga shka bërë rëndom në 9 seancat e kaluara në tentimet pra për ta konstituar përfundimisht kuvendin e Republikës së Kosovës. Po kjo është epizodi i sot me radhë i serisë së Albin Kurtit që leguri gojën, si që kanë quajtur edhe në portalin Klan Kosova.tv dhe po ashtu në kronikat të shumta sqaruese të Klan Kosovës për gjithë krizën politike në të cilën është futur Republika, për vetë faktin se lëvizjeve të vendosje asesiti arri 61 votat e duhura sipas kushtetutës për të bërë kandidatin ose për të bërë kryetaren e re të parlamentit të Kosovës. Gjithë këtë ngërç politik e përcjell nga afër Flamur Gajtani, të cilën e kemi drejt për drejt nga lozha e parlamentit të Kosovës, përderisa edhe vetë kandidatja e lëvizjeve të vendosje për kryetare të kuvendit, deputeti Albolena Agjiu, ka qëndruar e heshtur karshi shumë pyetjeve të gazetarëve dhe gazetarëve se a i kanë 61 vota lëvizjeve të vendosje për të dalur nga ngërçi politik. Flamurin më duket se kemi nga lozha e kuvendit,